Sa herë të ndjeni të rënduar emocionalisht, shpirtërisht, mendërisht, qoftë nga një ditë e lodhshme, qoftë nga një ngjarje e pakëndshme, dhe ndjeni se energjia juaj është drejt fundit, është ajo bateria e kuqe, ajo që mund të bëni është dushi, sigurisht që është i mirënjohur dhe është shumë i vlefshëm për ju që të largoni këto emocione, këto papastërti emocionale dhe çdo rëndes që ju mund të keni në trupin tuaj. Dhe vërtet do t'ju sqaroj shumë dhe do t'ju bëj të ndjeni të rigjallëruar. Nga ana tjetër, ritualet të thjeshta si pastrimi i dhomës tuaj, i shtëpisë, apo pastrimi me imtësi për mua është shumë perfekt, i çdo për shembull çdo komodine, çdo sirtari, pastrimi deri në detaje, ai vërtet mua më qetëson dhe më relakson dhe është një antistres shumë i vërtet, shumë i papar, do thoja. Super për mua personalisht. Por mund të jetë edhe për ju, mjafton ta provoni. Gjithashtu, organizimi i dhomës, organizimi në një mënyrë që ju bën të ndiheni shumë në rregull, shumë të qetë, shumë të në harmoni dhe në balancë me emocionet dhe me mendjen tuaj, sepse duhet kemi parasysh që në momentin që mendja është e ngarkuar, ne tentojmë që ta shkarkojmë këtë gjë dhe çdo gjë rreth nesh është një rrëmuj. Por në momentin që ju pastroni, ju i thoni mendjes që unë tani jam i e organizuar dhe mendja direkt do të fillojë të organizohet, të shqetësohet, të harmonizohet dhe balancohet. Pra do t'ju ndjek ju me pak fjalë. Nga ana tjetër, ajo që mund të bëni është, sepse ka persona të ndryshëm dhe këto mund të punojnë për persona të ndryshëm, gjithë secili duhet të gjejë rrugën e vet dhe unë po i them të gjitha që gjithë secili të bëj atë që e ndjen dhe thotë që kjo është për mua, ose kjo më pëlqen, ta provoj një herë këtë, kjo është ajo që ju duhet të bëni. Mund të jetë lexim i një libri, që ju fut në një botë tjetër dhe ju thjesht harroni çfarë ka ndodhur dhe kjo ju relakson dhe pas asaj ju ndjeni të rigjallëruar. Ka njerëz që leximi i librit i fut në gjumë, por unë nuk e kuptoj se si, sepse sa herë lexoj një libër, ndoshta ka të bëjë zhanri i librit që lexon. Librat që lexoj unë janë përgjithsisht jo ai qetësues, ata të bëjnë të futesh në mendime të thella dhe mendja ime nga nuk shkon, fluturon nëpër horizonte dimensione të ndryshme dhe ndoshta mund të jetë një gjendje meditimi, ndoshta një gjendje relaksimi, por jo gjumi do thoja, sepse pas saj unë marr motivim dhe filloj dhe mendoj gjëra të ndryshme dhe kjo më drejton në drejtime të ndryshme dhe thjesht lind një proces analizimi i vogël. Por që mund të funksionojë, prandaj po them që çdo mënyrë varet nga individi, ju mund të provoni atë që juve vërtet e ndjeni se është për ju. Ka edhe mënyra tjera, por duhet të kalojmë në një video tjetër.